Fondacioni për Arsim, Kulturë dhe Ndihmë Financiare Shafak, Dega në Gostivar, vazhdon realizimin e aktiviteteve të cilat bëhen enkas për përmirësi. Njëra ndërto është edhe çarshia e dobishme, e cila ka karakter humanitar dhe paratë e grumbulluara u dedikohen nxënësve nevojtar nga Gostivari dhe vendbanimet përreth. Panajiri i bamirësisë Kermes kishte zgjuar edhe interesim shumë të madh tek qytetarët. Aty shiten veshmbathje me çmime jashtëzakonisht të lira, të cilat i dhurojnë dyqanet e tekstilit dhe këpucëve, e të cilët i blejnë qytetarët. Kishte edhe prodhime të ndryshme të punuara me dorë në shtëpi. Nuk mungojnë edhe ushqime të ndryshme, të përgatitura nga anviset. E veçanta për dashamirësit e ushqimit është edhe dëneri përgatitur me recetën origjinale turke. Të ardhurat nga Kermes u dedikohen nxënësve nevojtar, apo grumbullimin e mjeteve për bursa për nxënësin nga Gostivari, tha Bejtullah Kadriu nga Fondacioni Shafak. Organizimi bëhet prej vitin 2009. Kjo organizohet për nxënësit që kanë nevojë që banojnë në Gostivar, për kushtet e nxënësve organizohet kjo. Sot fillojmë ne për këtë organizim, deri të shtunën dhe vazhdoje kjo punë, dhe edhe ju si që shifni, këtu dhe përgatitet doner, përgatisin gratë në për shtëpijat, si quhet pilaf, ushqim shtëpije, dhe ushqimet të ndryshme gratë që përgatitin në shtëpi, dhe material për veshje, shembull këpucë për fëmijë, dhe lloj-lloj raqe shiten këtu. Po ne këtë e bojmë me bashkëpunimin e qytetarëve të Gostivarit, mos e kishimi pas një atë ndihmën atyre, kjo nuk do ishte e mundshme kjo punë. Dhe siç e shihni edhe ju, bashkë me ato esnafët e Gostivarit e bojmë këtë punën, shumë na ndihmojnë neve, edhe ne jemi të kënaqur. Kjo është një ndihmë shumë e mirë për ata nxënësit e varfër, sepse ato vinë rreth Gostivarit, pi larg fshatrave, shembull pi Dibre, pi Zhupe, vinë ata nxënësit këtu banojnë, edhe mendojmë se kjo është një punë e mirë. Panajiri i bamirësisë nga Fondacioni Shafak do zgjas deri të shtunën e kësaj jave, kurse organizatorët paraprakisht kishin marrë dhe leje nga Komuna e Gostivarit dhe nga stacioni policor për të ngritur stendat. Këto angazhime me karakter humanitar, Shafak ka 6 vite radhazi që organizon edhe në qytetin tonë. Gjatë ditëve në vazhdim, në kuadër të këtij panajiri, do të organizohen edhe valë tradicionale, ku do të performojnë nxënës nga shkollat e Gostivarit.